Tani 6 gushti synimin do duhet ta kishte që të patentonte shtatë qershorin, pra rezultatin e procesit zgjedhor në mënyrë që formoshin institucionet e Republikës. Në këtë rrafsh konsideroj që subjektet politike në vend, Partia Demokratike e Kosovës ishte jashtëzakonisht e qartë në qëndrimin e saj. Aleanca ka qenë njëna prej faktorëve politik në Republikën e Kosovës që në kryetires, po ashtu ka qenë jashtëzakonisht e qartë. Lidhja Demokratike e Kosovës është ende konsideroj në atë kërkimin e qartësisë që mund ta ketë si qëndrim në raport me një partneritet mundshëm me lëvizjen vetëvendosje për të ecë përpara dhe për të formuar institucionet e vendit. Tani, është e vërtetë që zotni Abdi Xhiku u ribë kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra prap kemi një vazhdimsi të pozicionit të tij prej kryetari. Mirë po, tani është sfida tjetër, çfarë pozicioni do të ketë Lidhja Demokratike e Kosovës në raport me gjithë rrethonat. Shkarkimi nuk ndodhi, mirë po mendimet e atyre të cilët janë kundër mundësisë një partneriteti, një bashkëpunimi, një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje, ai numër është në Kuvendin e Republikës Kosovës, janë ata deputet të cilët kanë deklaruar në vazhdimsi refuzimin që të ketë një partneritet mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është ajo sfida tjetër e kryetarit të ribër disa herë dhe në këtë rrafsh konsideroj që ky është ai, ose më thonë subjekt më mirë, subjekti i vetëm politik në Republikën e Kosovës, i cili nuk ka një qëndrim të qartë, është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe një pozicion të qartë në raport me çështjet. Mundësia për të pas sukses, pra që 6 gushtit patentoj 7 qershorin, dhe kjo do të nënkuptonte formimin e institucioneve, pa një pengesë edhe në çështjen e shefit të shtetit vendit, është jashtëzakonisht sfiduese. Ka një vullnet të kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe grupit të tij të caktuar, mirë po jo qëndrim të sqaruar të qartë të LDK si LDK në raport me këtë mundësi. Tani, në skenën tëmë politike, si pasojë interesave të caktuara, rrethana të caktuara, gjithë duhet pas kujdes tek ajo kur, mirë po, megjithatë prej këtyre zërave jo në favor të mundësisë për afrimit me lëvizjen vetëvendosje nuk është numër i vogël dhe kanë pas një qëndrim në kontinuitet dhe në vazhdimsi. Për rrjedhoj kemi problematik e numrave për shefin e shtetit, që i bie lëvizja vetëvendosje nëse dëshiron ta përmbyllë si të suksesshme 7 qershorin është që të shfrytëzoj maksimalisht këtë Lidhje Demokratike të Kosovës, duke po ashtu pas parasysh edhe ofertën e aleancës, e cila ka qenë ofertë jashtëzakonisht gjeneroze në kuptimin e saj, pa i dhënë ngarkesë subjektit më dominant në Kuvendin e Republikës Kosovës, vetëm duke u bërë zotime për diçka që është jashtëzakonisht e mirë për vendin dhe për qytetarët, që është ato parimet e vendosura si lloj kushti për të plotësuar prezencën e tyre në kuvend, pra për të qenë aty dhe për të plotësuar numrin e nevojshëm prej 80 deputetëve që të bëhet shefi i shtetit. Pra, lëvizja vetëvendosje ende e ka dhe mundësinë, por dhe ka një sfidë dhe tani do të mbetet me u pa se çfarë qasje do të ketë lëvizja vetëvendosje në raport me interesin që të patentohet rezultati i 7 qershorit dhe të bëhen institucionet e vendit.